Partia Socialiste, por dhe për shumë zhvillime tjera që kanë të bëjnë me drejtësi, dhe kam avokatin Endri Shela, në kënaqësi të studio. Faleminderit që bashkove. Faleminderit për ftesën. Endri, përpara se kalojmë te ndryshimi ligjor, do kalojmë fakte një temë që ne kemi diskutuar disa herë, pa u bërë zyrtare, tashmë është bërë zyrtare ndryshime kodi rrugor. Parkimi 2 Shburg. Në fakt është ndryshuar kodi penal, sepse kodi rrugor është ai që të ngarkon me përgjegjësi administrative dhe me gjob, ndërkohë që është shtuar një nej në kodi penal me disa ndryshime të tjera para rreth një muaji. Se kur ishim sa muajin parë, po qeshti me këtë ndryshim kodi penal, po ja ku jemi tashmë. Po e merrni me qeshur sepse normalisht nuk ishte vepër penale në momentin që ne kemi diskutuar. Pra, parkimi 2 atëherë nuk ishte vepër penale, të paktën në verë kur ne kemi qenë në studio dhe kemi diskutuar. Dhe normalisht kemi thënë që çdo referim që bëhej nga ana e policisë për parkimin 2 në rrugë nuk ishte vepër penale, pavarësisht se policia pretendonte që ka vepër penale. Ndërkohë që situata tani ka ndryshuar, sepse është ndryshuar ligji, është shtuar një nej në kodin penal, konkretisht neni 293 fraksion 1, që e quan parkimin 2 vepër penale e cila mund të dënohet deri në 1 vit burg. Tani, ne mund të diskutojmë që kemi shumë probleme në Shqipëri për sa i përket. Ngeli te kjo vepër penale parkimi 2 siguria në Shqipëri. Pikërisht, këtë doja të thoja. Pra, ne kemi probleme me gjykatat. Nëse do të bësh një gjyq, duhet të presësh 10 vite. Kemi probleme me infrastrukturën në gjykatë, kemi mungesa në gjyqtar, kemi duhet të updatojmë bazën juridike për shumë gjëra të tjera. Nuk ka ngelur fakti i parkimit 2 dhe nuk e zgjidhja e parkimit 2 kriminalizimi i kësaj vepre penale. Ne duhet të shohim ku është problemi Ka pasur një rast të fundmi? Nuk kemi dëgjuar, por jemi në pritje, nuk i di mira fate, sepse para rreth një muaj u miratuar në parlament ndryshimet e kodit penal. U botuan fetore zyrtare. Dhe nuk e di kur është botuar në fetore zyrtare dhe nuk e di datën fikse kur në fuqi. Po që do kemi ashtu? Do kemi sepse pra aq kohë sa është ligji miratuar krijon dhe pasojë juridike, kështu që për këtë pjesë duhet të jemi të vetëdijshëm, duhet të jemi të kujdesshëm. Janë ndërgjegjësuar njerëzit tuaj apo jo? Nuk shoh ndonjë lloj ndërgjegjësimi sepse akoma s'ka filluar të krijojnë pasojat, pavarësisht se në media është diskutuar pjesa që kjo është vepër penale dhe duhet të kemi kujdes. Ka disa specifika në fakt kur mund të quhet vepër penale, por le dhe një marrësh interpretimi pastaj nga institucionet të ndryshme që duhet zbatojnë ligjin. Domethënë ajo lidhet me faktin që bllokon një korsi të posaçme që është urgjencë, zjarfikse, policia apo korsit posaçme që janë për makina shtetërore ose zyrtare ose ku sjell probleme në rrugë. Dhe kjo ka një subjektivizëm të madh që ku sjell po. Megjithatë duhet ta nisim diskutimin që nga fillimi. E para, parkimi 2 është vepër administrative, duhet ndodhet me gjob. Hajde të rrisim gjobën nga 1.000 deri në 3.000 lekë që është masa. 1.000 deri në 3.000 lekë. 30.000 lekë të vjetra maksimumi i parkimit të gabuar. Po ta bëjmë 10.000 lekë. Ta bëjmë 100.000 lekë të vjetra. Po 10.000 lekë të reja, po. Po 10.000 lekë të reja. Atëherë po e bëj edhe 50.000, nuk ka problem. Por gjithmonë parkimi 2 është vepër administrative. Unë nuk e di si funksionon në botë, por në dienim time. Me batu nga regjia thonë nuk ka problem se unë s'kam patent, nuk jap mjetë, kështu që nuk është problem për mua. Ta vën gjobën sa duam. Jo, okej, po midis të dyjave, për ne që kemi patent, do të ishte më mirë gjoba se sa burgu. Pikërisht, përgjigjet e për regjin kjo. Kjo nuk lidhet me justifikimin që ne duhet parkojmë 2. Por duhet kemi një nga bazat kryesore të përgjegjësisë penale është proporcionaliteti midis shkeljes së bërë dhe dënimit të marrë. Dhe ne na mungon proporcionaliteti midis një parkimi 2 dhe një mundësie për të dënuar deri në 1 vit burg. Se mund të jap variante alternative, për shembull çfarë dënohet deri në 1 vit burg dhe të shohim a janë proporcionale këto dyja, për shembull, plagosja e lehtë me dashje dënohet deri në 2 vjet burg. Tani, çfarë rrezikshmërie shoqërore ka plagosja e lehtë me dashje apo po shkosh në burg për çfarë ishte parkim 2? Parkim 2. Kështu që Okej, ndërkohë ndalim pak të kështë më shumë përbatut dhe për dalëzuar pak të nonsenset, por nuk e di, janë ligjet tashmë nuk kemi çfarë të bëjmë, duhet të ambjetohemi me to. Në kodin penal, atë që do bëhet i ri, ka në ndryshim lidhur edhe me një vepër penale që ti e ngritë si shqetësim, kur aksident pasoj vdekje, ka në ndryshim apo asgjë? Nga drafti të paktën nga ai se normalisht do ketë përgjithësi, por ka ndryshuar gjë apo jo? Në dijenin time jo. Pra, problemi që ishte me draftin përkatës, mungonte vepra penale shkelje rregullat qarkullimit pasoj vdekjen. Aktualisht kjo vepër penale parashikon nga një 290 fraksion 3 i kodit penal, ndërkohë që kjo lloj pasoje nuk parashikoi në draftin e ri të kodit penal. Duhet të saktësojmë një gjë për personat që na dëgjojnë. Drafti i ri, pra kodi tërësisht i ri penal nuk është miratuar, është diskutim. Para një muaj u miratuan disa ndryshime, ku ishte ndryshime të kodit aktual, jo kodi i ri. Nuk është miratuar kodi i ri. Drafti për kodin e ri është në pritje për të miratuar, që për mua do të ishte një problem i madh nëse do miratohej, përveç faktit që nuk është kështu siç është. Po. Ka dhe disa vepra penale që kanë një subjektivizëm shumë të madh. Për shembull, mund të them një rast që është një vepër penale që titullohet tarifimi pa drejtë.
ku çdo profesionist, avokat, ekonomist, arkitekt, doktor. Profesionet e lira, profesionet e lira, ata që janë të vetë punësuar, mund të merren në përgjegjësi penale dhe dënohen deri në 3 vite burg, nëse sipas interpretimit kanë marrë më shumë lekë se sa duhet merren. Kush e cakton këtë? Për sa kohë ti i lirë ti ke dhe për sa kohë ti ke kas, ku ti paguar, i ke me faturë, ti mund ta vësh nëse duash. Apo ka limit? Jo, nuk ka një limit. Janë profesionet caktuara që janë të rregulluar, për shembull noterët i kanë fikse tarifat. E kanë po listën e çmimeve po. Avokatët dhe profesionet të tjera nuk i kanë fikse. Madje baza e avokatisë është fakti që ti e ke tarifën e lirë dhe në raport me ekskluzivitetin, aftësinë që ke. Po, ti e vendos vetë. E vendos vetë dhe është tregu i lirë. Nëse ti ajo që ke si detyrim është së pari ti je korrekt me klientin duke i bërë me dije çfarë pagese kërkon ti. Dhe ta deklarosh, paguash taksat për vlerën që do të marrësh. Dhe ky nen bie plotësisht në kundërshtim me këtë frymë të avokatisë, po dhe të çdo profesioni tjetër të lirë, sepse ne jetojmë. Nëse një avokat vendos që unë për këtë çështje dua, ku diun, 10.000 euro. Po. Nëse pastaj një hetues thotë gjë ti ke marrë më shumë. Po, dhe mund të dënoj, sepse ligji thotë të gjë në raport me orët e punës. Tani kjo është shumë subjektivizëm, është shumë subjektive, sepse mund të caktojmë një ekspert ne që mund të thotë arkitekt, po me që kam ty avokat. Absolutisht, po duhet të jemi të vetëdijshëm me çdo profesion të lirë, nuk lidhet vetëm me pjesën e avokatëve, lidhet dhe me arkitekt, lidhet me doktorët, lidhet me frymën e kapitalizmit ose të ekonomisë së lirë, ku unë i jap këtë vlerë vetes, madje në këtë këndvështrim më marrin përgjegjësi penale dhe një artist dhe i këngëtar, që mendojmë që ky ka kërkuar më shumë se kërkuar ka shumë të koncert. Pra, mendoj që kjo nuk është korrekte, nuk është serioze dhe do krijojë shumë pasoja nëse do miratohet kështu. Kështu që kodi ka ndonjë shtet tjetër këtë në dienin time jo. Në dienin time jo dhe s'ka si ta ketë. Megjithatë, mbetet për tu parë. Okej. Ndalim pak ende tek propozimet e qeverisë shqiptare për ndryshimet lidhur me kërkesën për heqje imuniteti që do përfshihen tashmë edhe zyrtarë tjerë, pra do jetë kryeministri, ministrat, presidenti, kreu kontrollit të lartë shtetit dhe anëtarë gjykatës kushtetuese. Atëherë është marrë një nismë nga ana e qeverisë shqiptare për të bërë një shtesë në nenin 242.2 e kodit procedurës penale. Ky nen aktualisht parashikon pezullimin nga detyra. Pra, kur mund të pezullohet nga detyra për interesat e hetimeve dhe kush mund të pezullohet aktualisht. Nuk pezullohen për ta bërë ata që janë të zgjedhur nga qytetarët. Po, që janë të zgjedhur sipas ligjit elektoral, thotë neni 242.2 e kodit të procedurës penale. Tani po bëhet një shtesë që përveç atyre që janë të zgjedhur sipas ligjit elektoral, që konkretisht janë deputetët, anëtarët e Këshillit Bashkiak dhe kryetarët e bashkive, sepse këta janë të zgjedhur nga ligji elektoral. Të shtohen dhe 7 subjekte të tjera të cilat nuk mund të pezullohen nga ana e prokurorisë. Konkretisht është presidenti i Republikës, kryeministri, zëvendës kryeministri, anëtarët e Këshillit të Ministrave, anëtarët e gjykatës kushtetuese dhe avokati i popullit dhe drejtori i kreu i kontrollit të lartë të shtetit. Këto janë 7 subjekte reja që propozohen për të ushtuar si subjekte të cilat nuk mund të pezullohen. Tani ne kemi disa mënyra për ta diskutuar këtë. Së pari është diskutimi juridik. A duhet ta shtojmë, as duhet ta shtojmë. Para pak kohë gjykata kushtetuese mori një vendim duke mos marrë vendim. Pra, kjo është më e keqja, pra. Besoj si jurist më thua që kjo është rasti më i keq, skenari më i keq për gjykatën kushtetuese që nuk mori asnjë vendim. Normalisht. Kjo lidhet edhe me faktin që aktualisht gjykata kushtetuese ka 8 anëtarë dhe nëse do kishte një numër tek siç parashikon ligji ose të paktën numrin e plot prej 9 anëtarësh nuk do të ishin këto kushte. Dhe duke marrë shkas dhe nga ky fakt, atëre po ndryshohet ose po shtohet neni 242.2 duke ushtuar dhe këto subjekte që nuk duhet të pezullohen. Juridikisht ka disa këndvështrime që mund të shohin dhe disa diskutime. Së pari, në raport me hetimet për çështje të ndryshme penale, mendoj që shtimi i këtyre subjekteve, normalisht Presidenti i Republikës mendoj që është një dhe përgjegjësia penale e Presidentit të Republikës është shumë e cunguar nga ligji, duke e specifikuar që ka përgjegjësi penale vetëm kur bën krime shumë të rënda. Kështu që mendoj që nuk ndikohet pozicioni i Presidentit të Republikës në raport me pezullimin nga detyra. Ndërkohë që subjektet e tjerë të posaçme, që konkretisht duhet të jenë ministra dhe kryeministri, për shkak sepse për të qenë të vërtetë për këtë ka nisur ndryshimi i kodit të procedurës penale, mendoj që
në raport me hetimet, kjo mund t'i cënojë hetimet. Pse mund t'i cënojë hetimet? Për çështje specifike. Duke mos e se qëllimi i pezullimit një subjekti caktuar është që ai të mos prishi provat dhe të mos cënojë hetimet duke përdorur pushtetin e tij përkatës. Dhe ne kemi shumë çështje që janë duke hetuar aktualisht nga ana e prokurisë së posaçme, e SPAK-ut, të cilat të çon logjika që në qoftë se personat përkatës nuk pezullohen, atëherë ekziston mundësia që të dëmtohen provat, të dëmtohen hetimet. Këndvështrimi tjetër që ka mbajtur dhe qeveria shqiptare është që ne duhet të kemi një balans të pushteteve dhe pushteti gjyqësor ose prokuroria që parashikon akuzën nuk mund ndryhet e pushtetet e tjera. Unë nuk pajtohem me këtë gjë, jo për shkak sepse mendoj që nuk duhet kemi balans të pushteteve, por në një demokraci moderne ose në demokraci perëndimore nuk shkon asnjëherë diskutimi deri te pezullimi. Çdo person që akuzohet për një vepër penale, aktin e parë politik që bën dhe të përgjegjësisë së tij morale bën dorëheqjen në mënyrë që të përballet si njëri i lirë për të verifikuar ka apo s'ka përgjegjësi penale. Kështu që unë mendoj që ky ndryshim nuk i shërben as momentit ku ne jetojmë, as dinamikës që ka shoqëria shqiptare dhe drejtësia si pjesë kryesore e saj. Do duhet ndryhet në kushtetutë apo nuk ka lidhje? Nuk mendoj që do duhet ndryhet në kushtetutë sepse kushtetuta nuk e jep specifik. Shikoj, gjykata kushtetuese ka një problem tjetër. Kur u diskutua rasti... Ka shumë probleme ka gjykata kushtetuese? Ka shumë probleme, sepse ka padur momente, në gjykimin tim nuk ka qenë gjithmonë objektive, pavarësisht se vendimet e gjykatës kushtetuese nuk diskutohen, do zbatohen, por ne mund të japim mendimin tonë në raport me vendin përkatëse. Në raport ishte diskutimi, filloi diskutimi që momentin që u vu mas sigurimi për Berishën. Masa e sigurimit ishte detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore dhe ndalimi për dalje shtetit. Tani kushtetuta thotë që nuk mund të vesh asnjë lloj mase kufizuese të lirisë personale ndaj një deputeti të Republikës së Shqipërisë. Në rastin konkret, në gjykimin tim, ndalimi për dalje shtetit dhe detyrimi për të paraqitur është një lloj kufizimi i lirisë personale. Gjykata kushtetuese interpretoi që nuk është lirimi i kufizimit personale dhe sepse mendoj, interpretimi im gjithmonë është që kjo ishte fryma në atë moment. Gjërat ndryshuan, situata ndryshoi dhe tani jemi në pikën që gjykata kushtetuese nuk merr një vendim, po del barazim për situata të ngjashme, nuk janë drejt për drejt të njëjta situata, po janë të ngjashme. E kuptoj, ndërkohë duke ndalur pak tek debati edhe ndërkombëtarët janë shprehur paktën Bashkimi Evropian në një përgjigje dhënë për Euronews, por edhe McAllister tha që po ndjekim me vëmendje këto lëvizje të qeverisë shqiptare. Çfarë mendon që mund ndodh? Normalisht Bashkimi Evropian apo organizata ndërkombëtare me sa po duket nuk janë dakord me këto ndryshime, sepse nuk e thon hapur, por nuk kuptojnë. Ajo lidhet me gjuhën diplomatike që gjithmonë në raste shumë të rralla mund ndodhi që vetëm kur arritet kur mbushet kupa. Por nuk janë dakord me këto lloj ndryshime sepse gjithmonë kanë mbështetur hetime të pavarur apo kanë mbështetur drejtsinë e re. Pavarësisht se ne nuk mund të themi që drejtësia e re apo SPAK-u është gjithmonë në absolut dhe nuk ka patur probleme. Ka patur shumë raste që ka çështje që han interpretim apo ligji mund mos jetë zbatuar siç duhet. Megjithatë, aja e çdo hetimi është dhënia mundësi për të hetuar dhe për të mos u cënuar asnjë provë me çështjet përkatëse. Okej, duke ndalur pak tek nëse ke gjë të përshtuar për këtë temë apo jo? Kjo është situatë, shohim çfarë do ndodhi. Unë mendoj që do miratohet në parlament, pra menjëherë mbas po. Mendoj që do miratohet sepse votat i kanë. Është pjesa e presionit ndërkombëtarëve. Me mënyrën se si kanë nisur dhe me vrullin që kanë nisur, menjëherë mbas vendimit të gjykatës kushtetuese mendoj që do miratohet. Okej, duhet ndalem pak tek një tjetër çështje që ka bërë goxha interes, goxha zhurmë. Moscaktimi i mbrojtjes shtesë për Altin Numane. Përse ke ndjekur këtë debat që ka kërkuar është kërcënuar dhe nuk është vendosur të ketë më shumë mbrojtje. Tani si duhet funksionojnë tilla raste me prokurorët e SPAK-ut, paktën që kanë çështje. Unë nuk e kam ndjekur me vëmendje këtë rast, por ajo që mund të them është që Altin Numani ka qenë nga personat të cilat i cili ka qenë mirë përfolur gjatë 3 viteve kur ka qenë kryetari i SPAK-ut. Për mirë e për keq? Për mirë e për keq. Për nga politika flasoj, për keq nga politika, po dhe ka patur çështje të cilat kanë prekur organizatat fuqishme kriminale. Dhe në këto kushte pa i hyrë emrit konkret të Altin Numanit apo mënyrës se si ai e ka kryer detyrën, mendoj që shteti ka detyrë të mbrojë në punën e tij. Dhe rasti konkret. Mos është një presion që bëhet nga shteti? Mbase, ose mund të ketë ndryshuar qasja që ka shteti në raport me SPAK-un. Dhe duke ndryshuar qasja, atëherë mund të jetë një nga mënyra për të thënë që ne duhet të gjejmë disa vija të përbashkëta, gjithmonë po hamendsoja, por mendoj që shteti
sidomos në këto raste, në momentin ku jemi, duhet t'i ofroj jo Altin Dumanit, që ka qenë nga persona më të rëndësishëm të viteve të fundit, po çdo personi që punon në administratën publike dhe për shkak detyrës ka një rrezik duhet t'i ofroj garancinë maksimale të jetës dhe shëndetit të tij dhe të familjes së tij. Okej. Klodian Bravo, si po duket? Okej, duket është nuk ka atë staturën ndoshta ka, po le të them atë impaktin që kishte Altin Dumani, apo ka qenë shumë i fortë impakti që kishte në shoqëri Altin Dumani sa që Klodian Bravo po mundohet të ruaj pak një nivel më të ulët. Si e sheti këtë? Për të arritur në këtë konkluzion ne duhet të presim sepse sapo është emëruar në krye të prokurorisë së posaçme. Prap duket që nuk është aq mediatik deri në këtë moment. Nuk e di, mbase do ketë mënyrën e tij të funksionuarit si kryetari i prokurorisë së posaçme. Megjithatë, deri në këtë moment mua duket profesionist. Po. Jo, nuk po vëmë diskutim profesionalizmi, jo. Flas impaktin, Okej, ne kemi bërë një diskutim këtu, kur kemi qenë para disa muajsh në këtë studio, detyra e prokurorisë së posaçme, po mbi të gjitha dhe e kryetarit apo drejtuesit të prokurorisë së posaçme është të zbatojë ligjin. Pra, nuk është një person i cili duhet të dalë në media, të jetë publik apo të ketë një qasje të caktuar me median, por detyra është që të zbatojë ligjin dhe të drejtojë prokurinë e posaçme dhe çështjet përkatëse në mënyrën që e parashikon ligji. Kështu që ne mendoj që në momentin që diskutojmë për kreun e SPAK-ut duhet ta lidhim gjithmonë në raport me si po e bën detyrën dhe sa po bën detyrën. Dhe deri tani mendoj që jemi në kushte që është treguar profesionale shumë shpejt, sepse sapo është emëruar në atë pozicion, kështu që ngele për të parë deri në vazhdim. Okej, ndërkohë, padyshim, por hija e Altin Dumanit mendon që do jetë për mënyrën se si Altin Dumani e drejtoi SPAK-un. Hija mendoj që mund të jetë në raport me perceptimin e njerëzve të thjeshtë. Duke qenë se kanë krijuar një perceptim të caktuar, kjo mund të jetë. Pra, perceptimi që njerëzit e thjeshtë kanë në raport me këtë gjë mund ndikojë. Megjithatë mendoj që do të jetë çështje kohe, me kalimin e kohës çdo person krijon atë personalitetin e tij dhe mënyrën e tij të kryejë të detyrës. Dikush më shkruan, mos është mesazhi lidhur me pjesën e mosmbrojtjes Dumanit. Kur ne nuk mbrojmë Dumanin, ju tjerët mos e provoni. Mundet të jetë kështu. Mundet të jetë kështu. Mirë, ne nuk e interpretojmë dot, thjesht jemi në gjithmonë po bëjmë amendime në pjesën e amendimeve. Ndërkohë, padyshim me që ti padyshim vjen e ke dy fish probleme të avokatëve. Do të kthejmë një problem të avokatëve. Gjykata e Apelit. Gjykata e Apelit ka sepse ti je nga Pokadeci dhe i ke çështja atje, Pokadec Skorçë, por ty detyrohesh vit paktën 2-3 herë në javë në Tiranë. Dhe me që të kam ty, ky është problem që kanë shumë avokat. E kanë shumë avokat, po mbi të gjitha e kanë qytetarë shqiptarë. Sepse ne avokatët e kemi punë, qytetarë shqiptarë e kanë problem të jetës së tyre. Që siç e vuajmë ne, ata e vuajnë akoma më shumë persona që kanë për të ndjekur gjyqin. Ne diskutuam pak më parë faktin që është kriminalizuar parkimi dysh. Sikur kjo do të ishte zgjidhja e problemeve që ka drejtësia në Shqipëri. Por avokatët është mrekulluar se do keni më shumë çështje, më shumë punë. Nëse shohim në konvertim të ngushtë fare për ju. Absolutisht. Megjithatë për ne avokatët është akoma mirë, kemi një shoqëri që funksionon siç duhet dhe me institucione që funksionon siç duhet dhe ne kemi një standard jetese më të lartë. Pra nuk lidhet me faktin se sa do punojmë, por lidhet me faktin që çfarë standardi na ofron vendi ku po jetojmë. Dhe në vend që ne të shohim se si të plotësojmë numrin e anëtarëve të gjykatës së Apelit, se si t'i japim kësaj gjykate ambientet e posaçme, se si ne të mos i lëmë dosjet stok në gjykatën e Apelit që rrinë me 5 apo 6 apo 7 vite, në vend që të shohim se si t'i zgjidhim këto probleme të drejtësisë, atëherë ne kriminalizojmë parkimin dysh. Pra, ajo që shohim është fakti që nuk kemi vëmendjen e dur për të zgjidhur problemet që janë në sistemin e drejtësisë, po merrem me gjëra që nuk janë thelbi i kësaj çështje, madje përkundrazi mund ta krijojmë më shumë probleme sa mund ta zgjidhim problemet që ne kemi aktualisht në sistemin e drejtësisë. Dhe problemi është jo vetëm në gjykatën e Apelit i reduksionit përgjithshëm, është edhe në gjykatën administrative, sepse kemi gjykatë Apelit administrative. E njëjta problematikë është. Madje ka qenë kjo gjykata e parë që ka still stokun e madh të çështjeve. Këtë stil që ka qenë një gjykatë vetëm po. Një gjykatë aktualisht kemi 2 gjykata administrative të Apelit, por që nuk ka sjell ndonjë jo, më fal, kemi një gjykatë administrative të Apelit, kemi 2 gjykata shkallës së parë të administrative të Apelit, por që nuk ka sjell ndonjë gjë të madhe, pra problemi është i njëjti që ka shumë problematika në kohën e gjykimit të çështjeve dhe në marrjen e drejtësisë efektive. Ende shumë faleminderit. Faleminderit. Tipo nga si bisedojmë me ty, të uroj një fundjavë sa më të mbarë. Të përshëndes. Shkojmë në përje shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish. Një lëpërushe si